Lojra të E ke thënë në fillim e farë në përprajmet e fillimit. E ka dëgjuar dhe e përdor. Se fakti që nuk më jep një argument, çfarë do me thënë, mua më vjen them që ti nuk e di. Të pyeti dhe Ledioni dhe su përgjigje. Më vjen keq, pse s'përgjigjesh o Gerta? Çfarë problemi ke? Ti do t'jap llogariun. Jo me Ledioni se si u përgjigje. Moj antagoniste çfarë do me thënë? Unë do nuk të përgjigjem atë që ti do. O zonj, ti më the mua Rozana është antagoniste. Unë duke mos e ditur, ti si grua e zgjuar. Kjo është loja. Ti më etiketon mua si antagoniste. Rozana me fjalorin e Daertit, hopë keqe. Ti më etiketon mua si antagoniste. Dua të di e dashur Gerta. Duke që se jam një njeri me pak informacion, dua të di që shkojnë të cilën nuk di të argumentosh. Të lutem. Larut, ta përpinë djalin. Mos ja thuaj të lutem. Mos ja thuaj. Lëre. Po se di mos zotërisë. Me që se di, se u tha, se nuk u tha, s'bone ndryshim. Cila pjesë ishte? Sa argumenton të dot, pse ti je lojtari dobët dhe pse mendon ndonjëherë që je i fortë. Nuk argumenton të dot. Të tjera gjëra tha kur dole ti nga shtëpia, të tjera gjëra tha kur erdhe ti në shtëpi. Kështu që të lutem shumë, më koherent. Unë kam qenë koherente në të gjitha zgjedhjet që kam bërë. Ti je një lojtare e dobët që ke mbaruar punë. Ai të ka etiketuar, ka thënë, vesh papuçet e Aladinit dhe futesh nëpër biseda. Dhe këtë kemi parë. Jemi ngrit mes natës. Po ça? Ai gëzuar. Gëzuar. Nëse ngelimi ke papuçet, Atë ke bërë gjithmonë. Ke papuçet, Atë ke bërë gjithmonë. e disa qet janë bile sot do fle me papuçe, që ta gjesh. Sot do t'i vesh papuçe dhe do fle gjumë. Rehat fare. Me papuçet e mia. Sa Aldo do zgjedhë rrugë. Ne, po, pa. Si? Vi nga greqishtja dhe Pse? A mendon Se i thash Aldo do kishte zgjedhë Rozin përveç boni një lëvizje si lojtar. Sonte ke luajtur si lojtar. Mendon